Prej më shumë se një jave, njësia administrative Novoselës ndodhet përballë një gjendje të rënduar mjedisore, mbasi shërbimi i pastrimit është ndërprerë dhe mbeturinat urbane janë grumbulluar në pika të ndryshme të fshatrave. Banorët shprehen se situata po bëhet çdo ditë më problematike, ndërsa kontenerët e mbeturinave janë të mbushur, duke krijuar shpesh herë edhe vatrandotje të rrezikshme. Sipas banorëve, gjatë këtyre ditëve, grumbullimet e mbeturinave kanë filluar të përhapen edhe në hapësira të hapura, rrugica dhe pranë banesave, duke krijuar një midis të papërshtatshëm për jetesë. Era e rëndë që përhapet nga mbeturinat dhe prania e insekteve janë kthyer në shqetësime të përditshme për komunitetin. Disa prej tyre thonë se u zhdashur të mbyllin dritarët dhe dyert për të shmangur aromat e pakëndshme, ndërsa të tjerë janë ankuar për rrezikun që kjo situatë paraqet për shëndetin e fëmijëve dhe të moshuarve. Televizioni 6+1 Vlora, gjatë një vëzhgimi në terren të zhvilluar këtë të premte, ka dokumentuar situatën në fshatin Bishan, ku grumbujt e mbeturinave janë lënë të papastruara prej ditësh. Në disa zona ato kanë filluar të shpërndahen në rrugë, banorë shprehen të indinjuar, ndërsa kërkojnë zgjidhje të menjëhershme. Burimet të televizionit 6+1 Vlora bëjnë me dije se kontrata me kompaninë e pastrimit ka përfunduar në fillim të muajit nëntor dhe deri më tani nuk është ndërmarrë një procedurë e re për vazhdimin e shërbimit. Ky boshllëk administrativ, sipas banorëve, ka çuar në situatën aktuale ku asnjë mjet pastrimi nuk ka shkelur në fshatra për disa ditë me radhë. Kështu ngele gjithmonë për pastrimi këtu. Sa po bën? Po, hiqen kur do qefjet drejku. Nësa tashmë që ka ardhani kam pastruar goxha, po ngelen mbeturina sepse vjedhen mbeturina nga fundi nga fundi i lagjit andea. Edhe kosha nuk ka, janë të pak koshat. Edhe prandaj ngelet pastrimi pashu. Nësa asa çunat vinë po thuaj se njerë ditë. Po më jetë fshati ishi madh, edhe mbeturina ka pastruar, duhet shërbim. Sidomos qikosh këto kanalet janë gjuna në fshat, ja urdoja për këtë kanali. Ne taksat i pagoj vlla. Unë që na 90 me drita. Që na 90 me drita me ujë me plera unë i pagoj. Nuk kam lënë as për tokat taks pa paguar. Edhe i kam paguar të gjitha. Edhe unë ja ku e kam shpinë. Plerat i ke këtu, i ke aty para, plus që janë edhe koshat e tjerë në fund të fshatit atje, i çojnë mund mes të xhades që të goditen mak. Këtu te ne nuk punohet. Po të duan të punojnë këta, punojnë. Këta nuk duan punën, marrin atë rrogën edhe flën gjumë. Po bëjnë goxha. Një 2-3 ditë po një. Si kanë hequr? Ja, shumë postaqi, shumë nuk më pëlqen asnjë lloj problem. Shumë postaqi. Jo të mbushet koshet, ta marrin, ta hevin, po. Shumë postaqi. Fshati Bishan ka dy gjëra. Ka tokën, pa mërzim tokash, ka dhe shtëpit. Ka dhe plerat janë mes rrugës tu. Plerat sa po bëjnë pa hequr? 3 ditë. S'ka ndodhur ndonjëherë kjo situatë? Jo, asnjëherë. Janë pastruar çdo ditë? Po. Çfarë kërkoni? Ne kërkojmë që mos ngelen se kemi fëmijë, kalamaj, nipër dhe mbesa që mos ngelen këto gjëra për shembull se rrin në mes të rrugës tu, s'na vin zor. Se jemi njerëz banor të këtij fshati, që jemi njerëz me gjitha. Edhe është gabim në fakt. Kjo gjë mund të ndodhë, si i thon kur del ndonjëherë lumi që i bie llozhat na lumi andeja e sjell në fshat. Po është gabim kjo vëlla. Por janë disa gjëra. Se mërzim tokën s'kemi, shtëpi s'kemi, kemi shumë gjëra për të kaluar në këtë sistem që është, edhe është gabim në fakt. Pamje të tjera të siguruara mbrëmjen e kaluar nga qendra e njësisë administrative të Novoselës tregojnë një situatë po aq shqetësuese. Kontenerët janë të mbushur plotësisht, ndërsa mbeturinat janë derdhur në tokë, duke mbuluar hapësira që përdoren për qarkullim. Në disa vende mbeturinat kanë krijuar edhe pengesa në rrugë, duke vënë në vështirësi qarkullimin e banorëve dhe mjeteve. Mbas raportimeve nga banorët për gjendjen e rënduar, Bashkia e Vlorës ka ndërhyrë paraditën e së premtes për pastrimin e mbeturinave në qendrën e Novoselës. Gjatë vëzhgimit të televizionit 6+1 Vlora, është konstatuar se kontenerët janë pastruar dhe boshatisur. Megjithatë, kjo ndërhyrje ka qenë e pjesshme pasi fshatrat përreth si Bishani, Poro, Fitore dhe të tjerë vazhdojnë të përballen me grumbullime të mëdha mbeturinash. Banorët theksojnë se shërbimi i pastrimit nuk mund të funksionojë në mënyrë selektive, duke fokusuar vetëm tek qendra, ndërkohë që fshatrat mbeten të papastruar. Ata kërkojnë që Bashkia e Vlorës të vendosë një sistem të qëndrueshëm dhe të rregullt pastrimi. Shumë prej banorëve theksojnë se paguajnë rregullisht taksat e pastrimit dhe presin që shërbimi të kryhet siç duhet.
Mungesa një kontrate funksionale dhe mos koordinimi ka sjellë një situatë që është duke përshkallëzuar çdo ditë. Në këtë situatë, komuniteti Novoselës kërkon një ndërhyrje të plotë dhe të koordinuar nga Bashkia e Vlorës, duke shpresuar që problemet e shërbimit të mos kthehen në një krizë të përhershme.